Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush në fakt lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Do të flasim për Egli Takon, do të flasim për një personazh e cila na ka dhuruar emocion, na ka dhuruar dashuri dhe na dhuron në përditshmërinë e saj, le të them për ditë na dhuron pasion. Egli është një nga personazhet më të dashura të publikut. Publiku shqiptar e do, e vlerëson, i dhuron emocion, i dhuron mbështetje dhe e mbështet në rrugtimin e saj. E mbështet në atë që Egli bën. Big Brother po na dhuron një emocion të papar. Big Brother po na dhuron një dashuri të papar. Do të thoni pse? Sepse Egli po na kujton rrugtimin e saj në këtë shtëpi. Në momentin kur natën e mbrëmshme Ledion Liço postoi atë storin e bukur që do të vi Big Brotheri së shpejti, Egli Tako u bombardua me mesazhe më falni të ndryshme nga fansat se a do të jetë Egli pjesë e këtij spektaklit. E ftuar në Top Albania Radio u fol për një mundësi të këtill, u komentua për një mundësi të këtill. Do me thënë, Egli tha që unë gjërat nuk i kam marrë me forcë, i kam marrë nga momenti që mendoj se e kam merituar që do të duhej të isha pjesë e një panelit. Është përfolur që Egli mund të jetë moderatore në fan club, është përfolur që Egli mund të jetë moderatore në Big Brother, është përfolur që Egli mund të jetë opinioniste. Që Egli e ka me shumë nostalgji dhe që Egli është e vetmja që ka postuar një story që ka të bënë lidhur me Big Brotherin që Egli ishte vitin e kaluar, kjo të le të mendosh shumë gjëra se Egli Tako mund të jetë personazhi i cili do të ketë një rol të rëndësishëm në këtë Big Brother dhe mund të jetë opinionistja e cila do ta zërë atë karigen që do të jetë afër Arber Hajdarit dhe t'japin opinione të ndryshme. Besoj që kanë një natyrë të përbashkët, kanë një ngjajshmëri mes njëri tjetrit, sepse Arbri është pak më dinamik, Egli është pak më natyrë e qetë dhe mendoj që do të ishin një kombinim i mrekullueshëm të dy si opinionist, por edhe nëse Egli do të ishte opinioniste në fan club Big Brother, jam e bindur që do të jepte opinione të sakta, sepse mendoj që opinionistja ka një rol të rëndësishëm, edhe pse janë fjalë që thuhen dhe mbajnë në qëndrimin e tyre dhe nuk kanë të bëjnë me qëndrimet e Big Brotherit, do të thënë janë qëndrime personale, por ka një rol të rëndësishëm sepse banorja e cila ka qenë pjesë e këtij reality show, mendoj që më bukur e njeh këtë rrugë dhe më bukur di të jep opinionet për banorët sepse ka jetuar vetë këtë momentin dhe e di se çfarë po ndodh në këtë sekondën. Dhe pikërisht Egli Tako është ky personazhi që mendoj që është adekuate për të luajtur një rol të këtill për të qenë opinioniste në Big Brother. Vet nostalgjia e Egli që ka postuar një story të këtill na çon që ne të mendojmë shumë gjëra dhe të themi për shembull, po Egli a do jetë më në Big Brother opinioniste? Po ne duam ta shohim ato opinioniste sepse ajo vërtet e qan këtë punën. Do me thënë është vajzë e artikuluar, është vajzë me një oratori tepër të madhe, di se si të sillet, si të flet dhe si të vepron dhe mendoj që në kombinim me Arber Hajdarin do të jenë dy pole të kundërta, këto dy pole që në fakt krijojnë një lloj audience, sepse opinionistët janë ajo dyshja fantastike që e krijon audiencën jashtë, ndërsa dy polet e kundërta brenda shtëpisë së Big Brotherit janë dyshja fantastike që e krijojnë shikueshmërinë brenda. Dhe kur kemi një trekëndësh me pole dhe në krye me moderatorin Ledion Liço i cili e qan Big Brotherin me ato memet e veta, normalisht jo 1 milion, jo 4 milion, po 10 milion shikime ka nga njerëzit, fansat të cilët e duan, e dëgjojnë dhe e ndjekin këtë Big Brother. Dua të marr mendimin tuaj. Mendoni që lëvizet, zihet këtu diçka në raport me Egli Takon?